Prodhimi i ullirit këtë vit është ndër më të dobtit e viteve të fundit. Sipas fermerëve, sezoni aktual ka rezultuar më i keq në të paktën 4 vitet e fundit, si pasojë e kushteve të pafavorshme klimaterike dhe problemeve që kanë shkëlqyer procesin e kultivimit. Një ndër faktorët kryesor që kanë ndikuar në rendimentin e ulët është tatësira e gjatë verës, e cila ka dëmtuar ndjeshëm pemët e ullirit. Përveç periudhës së rreshjeve, rreshjet e forta në periudhën e lulëzimit kanë shkaktuar rënien e luljes së ullirit, duke reduktuar sasinë e frutit që është formuar më vonë. Në këto kushte, çmimi i vajit të ullirit është rritur ndjeshëm, si në tregun e brendshëm ashtu edhe në atë të eksportit. Fermerët shprehen se përveç prodhimit të pakët, këtë vit janë përballur edhe me rritjen e kostove të prodhimit, që nga çmimet e larta të naftës e deri tek mungesa e fuqisë punëtore. Rritja e pagesës për punëtorët sezonal ka ndikuar më tej në shtimin e shpenzimeve për vjelin dhe përpunimin e ullirit. Si vjet prodhimi është shumë dobët në krahasim me 4 vitet e ardhshme. Është viti më i dobët. Ulliri nga thatësira e madhe, gjysma u prish nga thatësira, kurse gjysma u prish nga nëpër zona. Rashi në kohën e lules edhe dështoi ulliri, se ulliri e ka në lule, nuk do të bie shi se e rrezon lulen. Këto janë disa gjëra dhe çmimi i vajit është rritur dhe nga prodhimi i dobët që është si vjet, edhe është rritur dhe kosto e punëtorëve. Një punëtor nuk vjen pa 40-50.000 lekë për ditë pune dhe jo me kuintal apo se kanë me ditë pune dhe s'dihet sa do bëj. Prap fshatari e blen ullirin e tij. Edhe kjo është detyruar me fjalë nga prodhimi i dobët dhe nga rritja e kraut të punës, normale vaj do rritet. Sa ka shkuar çmimi? Sot për aktualisht flitet për 8.000 lekë. Sa ishte, sa ka qenë? Ka qenë 6.000-7.000. 10 ishte 7, par vjetë e tutje që kishte super prodhime, ishte me 6 edhe me 5. Nuk ka as punëtorë? Nuk ka punëtorë, shumë vështirë, ju e dini situatën në Shqipëri si është, tu ka ngelur vetëm moshë e tretë punëtorë. Janë disa grupe që punojnë me këto, kanë dalë në këto mjetet shkullëse të shumë, janë bërë grupe dhe marrin 20-50.000 lekë njeriu. Megjithatë, një pjesë e fermerëve theksojnë se kanë ende sasi të pashitura nga viti kaluar, çka mund të ndikojë disi në furnizimin e tregut dhe në stabilizimin e çmimit në muajt në vijim. Nuk ka pas mirë. Nuk ka pas mirë. Vaj nuk është keq hodhi, po nuk ka pas prodhim. Si shpjegohet? Po nga koha ka krim brenda, ka mizë, nuk me vesh shashtë. Dhe jashtu, po edhe që po shi, po nuk shitet, vëlla. Nuk shitet? Shitet keq, normal, nuk shitet. E zoshme. Nuk kanë mbetur nga vjetë? E në kam betë. E kam akoma vaj në shtëpi, 1 kuntale, 2 kuntale janë shtëpi. Do marrë edhe këto, kush dhe ma? Sa do treg? S'ka treg. Këtu që kej, nuk ka treg. Te këtu, njës divit, sa do marrë ata, i mund si kanë. Çmimi sa ka shkuar? Çmimi i vaj. Po, me 7.000 lekë, shumë pak. Shumë pak, se vetëm punëtor një ditë, tërë punëtore që ashtu ma 105.000 lekë. Tërë punëtore më ledhen 3 kuntal ulli, sa hajtë nga 1 kuntal njeriu. Shumë, sa mbetet gjo, po thuj hajtë, e kemi tonin, s'kemi që rapojmë. Ekspertët e bujqësisë paralajmërojnë se nëse kushtet klimaterike vazhdojnë të jenë të paqëndrueshme dhe mungesa e investimeve në ujitje nuk adresohet, prodhimi i ullirit mund të mbetet i ulët edhe në vitet e ardhshme, duke ndikuar drejt për drejt në ekonominë e fermerëve dhe në tregun e vajit të ullirit.